Bashkia e Maliqit ka marrë deri më tani 92 kërkesa nga qytetarët për të përfituar nga paketa e maleve, një nismë kombëtare që synon ringjalljen ekonomike të zonave malore përmes përdorimit të tokave të pashfrytëzuara. Kryetari i Bashkisë Topçiu bëri të ditur se njësia vendore ka propozuar 3 zona zhvillimore në territorin malor të Maliqit, të cilat janë dërguar për shqyrtim në Ministrinë e Pushtetit Vendor. Një numër aplikimi konsiderueshëm i cili të shpresojmë që ato të rezistojnë dhe të vënë deri në finale për të investuar me plane biznesit mirëfillta dhe në prona të cilat në një farë mënyrë përfshin vetë ligji për paketën e maleve. Paketa e maleve ka të bëjë me toka të cilët ata që aplikojnë duhet të kenë një farë mënyrë prona të parëve të tyre, prona të cilat u mungon një dokument dhe qeveria shqiptare me gjithë procedurat që ndiqet sipas ligjit paketës maleve, apo udhëzimit të dalë për këtë qëllim, i mbështet duke ju njohur me një kontratë minimale €1, që ata ta zhvillojnë biznesin e tyre në këto troje, në këto pjesë malore të territorit të bashkisë sonë, për efekt të një investimi që ata e kanë nisur kohën parë, duan ta nisin në një moment të dytë, por kanë qenë të penguar për efekt dokumentacionit të pronësisë, vetëm pse nuk kishin një akt pronësie. Po ka të ndryshme aplikimet që janë bërë, pasi ne jemi në fazën e parë, aplikimet që janë bërë në portalin e paketës maleve, fazën e parë japin vetëm emër mbi emër, koordinatat përkatëse, sipërfaqen, kohën e posedimit të tokës, mbi 10 vjet ose 19 vjet, dhe japin dhe një ide të përgjithshme të asaj çfarë duan të realizojnë, një bujtinë, disa shtëpi druri, mbjellje arorësh, domethënë ka nga më të ndryshmet plane apo ide që ata kanë në kokën e tyre për t'i financuar apo për ta realizuar këtë biznes. Aplikimet kanë qenë nga gjitha njësitë administrative të kësaj bashkie, kryesisht për bujtina lokale, si dhe për mbjellje të arrave, gështenjave e lajthive.